Ndërmjetësi për çështjen e emrit me Nimis mbërriti sot në Shkup për të vazhduar bisedimet me autoritetet maqedonase në kuadër të raundit të ri të negociatave. Nimit sot takoi vetëm negociatorin në çështjen e emrit Zoran Jolevski, ndërsa nesër do të takojë krerët e lartë shtetëror. Diplomati amerikan, i cili dje u shpreh i kënaqur nga takimet me autoritetet greke, tha se do të angazhohet maksimalisht që të arrihet përparim për sa i përket afrimit të qëndrimeve mes të dyja palëve. Unë do të punoj shumë fuqishëm të shoh nëse mund të bëjmë ndonjë progres. Nimis shpalosi dje në Athinë det të reja për zgjidhjen e çështjes së emrit, të cilat sipas tij më shumë se propozime, paraqesin kornizë për kapërcimin e dallimeve rreth emrit, ndonse dje nuk zbardhi asnjë detaj nga idetë e tij. Mbetet të shihet nëse këtë do ta bëjnë nesër pas takimeve me ministrin e jashtëm Nikola Popovski, kryeministrin Nikola Gruevski dhe presidentin Ivanov. Ndërkaq departamenti amerikan i shtetit u bëri thirrje autoriteteve në Maqedoni dhe Greqi që të shfrytëzojnë maksimalisht vizitën e Nimisit për të arritur një marrëveshje. Qëndrimi ynë prej vitesh është se mbështesim procesin e OKB-s dhe shpresojmë se Maqedonia dhe Greqia do të shfrytëzojnë atë me qëllim që të gjendet zgjidhje rreth çështjes së emrit, thuhet në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga ana tjetër edhe mediat në Greqi e komentuan pozitivisht vizitën e Nimisit, duke thënë se janë hedhur hapat e parë në rrugën e zgjidhjes së kësaj çështjeje. E përditshmja Katimerini shkruante se vizita e Nimisit driti shpresat për zgjidhjen e çështjes së emrit. Duke u referuar burimeve diplomatike, kjo gazetë shkruante se çështja e emrit është në fazë të hershme të zgjidhjes së saj. Burimet e njëjta diplomatike gjithashtu kanë deklaruar se në takimin e ardhshëm Nimis do të sjellë propozimin i cili do të kënaqë kërkesën e Greqisë për zgjidhje që do të përfshijë përcaktim gjeografik.